kërkojmë që dënimi të jetë me burgim të përjetshëm. Çdo dënim tjetër e cenon, e denigron liridonën, një gjë e kanë të qartë. Se Naimi e ka organizuar këtë vrasje, kur në së paku 22 videokamera janë kapur Naimi, Graniti dhe Kushtrimi. Asnjëra nga këto nuk kemi kërkuar ngjalljen e personave vrarë, por kemi kërkuar drejtësi ditën e vrasjes së Liridonës, me të iku edhe gjysma e shpirtit dhe jetës sonë. Na ka mbetur edhe një gjysmë jetë, të cilën e keni në duar ju të vendosni, sa duhet të jetojmë me frikë apo duhet të ndihem të sigurt në vendin tonë. Andaj, kërkojmë që dënimi të jetë me burgim të përjetshëm. Çdo dënim tjetër e cenon, e denigron Liridonën, vendin, shoqërinë dhe bedijen e popullit tonë për këtë krim makabër. Vetëm vuajtja e dënimit të tyre lehtëson sadopak dhimbjen e familjes sonë dhe gjithë shqiptarët kudo që janë një gjë e kanë të qartë. Se Naimi e ka organizuar këtë vrasje së bashku me Kushtrimin, duke zgjedhur Granitin si vrasës. Ne kemi parë dhe dëgjuar shumë gjëra këto. Kemi qenë prezent të gjithë kur në së paku 22 videokamera janë kapur Naimi, Graniti dhe Kushtrimi. Ne kemi parë edhe përputhshmërinë e deklaratave të tyre, të cilat lidhen ngushtë me njëra tjetrën. Nuk dua të citoj të gjitha, por disa nga ato po besoj duhen të përflasin. Në deklaratat e dhëna, Kushtrimi thotë: Naimi më ka thënë një vit para që ta vras Liridonën. Graniti thotë: Naimi mi ka ofruar 30.000 euro për ekzekutim. Graniti thotë: sa jemi takuar me Naimin, Kushtrimi ka qenë prezent. Graniti thotë: Kushtrimin e kam shok ngushtë. Naimi thotë: ka kërkuar që Liridona më vrojë gjithsesi. Graniti thotë: Naimi ka qenë e betur në momentin e vrasjes dhe më ka thënë gjuj. Graniti thotë: Naimi më ka jep instruksione se si duhet të shkoj plani i vrasjes. Dhe thotë se nëse e kapi policia, mund të nxjerr nga burgu sepse ka njësi. Ndërsa Naimi deklaron kështu: kam qenë keq mentalisht kur Liridona ka kuptuar tradhtin që unë ja kam bërë. Naimi thotë: Graniti nuk e njoh, Kushtrimi më ka njoftuar me to. Naimi thotë: me Kushtrimin kam qenë gjatë gjithë kohës, sepse më ka ditë hallet e mia. Që nga viti 2010 deri në vitin 2026 janë bra 59 gra. Pra për 16 vite janë bra 59 gra. Gjithë ato familje që janë prekur nga kjo dukuri, e së fundmi edhe ne, asnjëra nga këto nuk kemi kërkuar ngjalljen e personave vrarë, por kemi kërkuar drejtësi atë për cilën edhe na takon. Kuptohet se kush e gjeti vrasësin dhe kush organizoi krimin. Por këto është mes e qartë se Naimi ka kërkuar me vrarë Liridonën përmes Kushtrimit. Ky i fundit nuk pranoi të rrezikoj veten direkt dhe gjeti Granitin si vrasës. Pra skema fillon kështu: pa Naimin nuk ka Kushtrim, pa Kushtrimin nuk ka Granit dhe pa Granitin nuk do të kishte vrasje. Duhet ta dimë të gjithë se këtë proces në të ardhmen do ta shohim edhe fëmijët e Liridonës. Ata do të rriten me mallin për nënën e tyre. E njëjtën kohë do të kërkojnë drejtësi për të. Kur ta shohim këtë proces, do ta kuptojmë që nuk ka nevojë të brengosen. Sepse dikush i drejtë e ndërgjegjshëm, a drejtësia o ka dhënë në vendimin e gjykatës. Ne këtu duhet t'i japim mesazhe të qarta edhe atyre, se drejtësia për nënën e tyre ka shkuar në vend. Pas më shumë se 8 muajve pas vrasjes së Liridonës, ishte takimi i parë që e kisha hënë me ta, sepse nuk kishin qasin në shtetin suedez. Ne nuk e dishim se si e kanë përjetuar ata këtë vepër të babait tyre.
Pasi u takuam me fëmijët, mësuam se fëmijët ishin kundër babait të tyre, dhe se sot kur po flasim, që do bëhen gati 3 vite, akoma fëmijët nuk pranojnë të flasin me babain e tyre. Krimi që është bërë duhet të dënohet fuqishëm, që fëmijët e Lerdonës dhe ne si familje të jemi sadopak të lehtësuar nga dhimbja që kemi përjetuar. Kështu besoj jepet mundësia sa më shpejt të na bashkohen edhe fëmijët e Lerdonës.